Absolutisht që po, me zi e pres. Sepse të flasësh për këta heronjë, këta që vun interesin e përgjithshëm, mbi atë personal, në radhë parë ndje një kënaqësi. Po më krijon dhe dy momente emocionale. Një moment që më kënaq, sepse zëngoj ca heronjë të kombit, e dyta më indinjon sepse po i bëhet një padrejtësi e tmerrshme. Ka unë besimi ke organizma ndërkombëtare, janë selektiv, as diskutohet, janë shumë selektiv. Po që të arrestosh këta heronjë nuk di si t'ja vësh emrin. Ajo, gjykata e Hagës duhet të merret me krimet e luftës që kanë bërë serbët në Kosovë. Nuk duhet të merret me këta heronjë. E kupton? Ta them sinqerisht, nuk di çfarë të flas, jam shumë i ndinjuar. Biles që në momentin që janë arrestuar, kanë ndjerë një ndjesi shumë negative. E kupton? Ka unë besimi ke organizme ndërkombëtare. Po protesta është e vonuar. Duhesh bërë më përpara për ata vëllezërit e mi që janë atje në burg. Procesi është i padrejtë dhe po domethënë çdo gjë është duke shkuar në mënyrë të falsifikuar dhe të përgatitur nga bija serbe. Presim shumë shpejt të lirohen dhe të vinë faqebardh, t'i presim siç duhet qendrimtarët tonë. Kemi dalë me protestu kundër gjykatës speciale që po na i gjykon krerët e ushtrisë shtimtare të Kosovës pa drejtësisht me akt akuzat të Serbisë. Deri tash çdo gjë ka shku ju relevante dhe ju e drejtë. Këtu janë akt akuza pure të morëna nga shërbimi sekret BIA i Serbisë dhe po duhen me na dëmtuar njerëz të lirisë të Kosovës me akt akuzat të Serbisë.